Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës data 18. Data 18 na jep mundësi, na jep rëndësi në gjërat që neve duhet të bëjmë dhe jo vetëm, por ka diçka shumë të madhe. Dita e diel. Proverba shqiptare. Juha kocka s'ka, por kocka thyen. Do të thot, do dëgjojmë. E kam thënë dhe them, jo se jam i dërguar i Perëndis, sepse nuk e kam thënë kur dhe ju e dini shumë mirë. Zoti na ka dhënë mendjen për të parë, të jemi të qartë të saktë për atë që neve duam. Dhe kaq ka të bëjë. Megjithatë, duket se pikërisht dita e diel na ndihmon shumë, ku do thotë Mërkuri nga Vricjapi që formon një kënd me Marsin. Do thotë që ndikimet e këtij këndi, vëmendja është e nevojshme në komunikim, në mënyrë se si i formulojmë mendimet tona, por dhe atë që themi mbi nervat ose impulsin tonë. Keni kujdes, por dhe lëvizjet në grupin e shenjave impulsive do të bëjnë kujdes. Dashi, gafore, peshore, vricjap, të diçit të tretë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Por kjo ndodh për arsye të ndikimeve nga ora. Do them me orën që keni kujdes, nga ora 9 deri në orën 13. 13 deri në orën 20, në të njëjtën ditë, kemi hënën e re në shenjën e vricjapit, që formon një trekëndësh me Uranin, një gjashtkëndësh me Neptunin dhe Saturnin, një ndikim që do thot vendime, ndryshime, mundësi. Tregon momentet e shumë të fuqishme për vitin e ri, për vendosit, planet tona dhe ambicjet që do thot disiplinë, për të gjetur zgjidhje praktike, për të arritur në sukses. Ndikojnë shumë Dashi, gaforja, peshorja, vricjapi, të diçit të tretë ose të kanë ascendente në këto shenja. Kjo do thot mundësi, kjo do thot rëndësi në atë që neve bëjmë dhe duam. Pra është dita që përgatitemi për ditën e hënë. Pra përgatitemi për gjëra të mëdha që neve na jepen mundësit. Pra duhet pasur kujdes dhe vendime që merremi dalim shumë të fituar. Primi arsye në anën tonë, në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimin dhe lidhje me vendimin, sepse data 18 shënon një ndikim shumë të madh. Nëse do të kemi kujdes ose kemi të qartë në atë që bëjmë, e kemi të fituar me deu mos gjërat, ose gjërat që neve kemi pasur dhe kemi. Është një moment mjaft i mirë, është një moment që lidhet me kulturën, lidhen me vendime, lidhen me ndryshimet ose me vendbanimin ku jemi që duam të ndryshojmë, duhet kemi mundësinë të zgjidhim gjërat dhe kohën e duhur për sa i përket rëndësive ekonomiko-financiare. Megjithatë, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv në gjërat që ju keni ose gjërat që